prokuroria, për ata që marrin gotë edhe për gjakin zëvendësministra, çfarë dëshkimi do të kërkoj dhe çfarë dënimi do jap gjyqësori. Nuk mund të ketë asnjë individ dhe asnjë grup që sfidon suksesshëm shtetin. E shteti është tërësia e ligjeve. Ligji i drejtë i Republikës na bën bashkë si shoqëri, sepse na barazon para tij. E jo si dikur që na ndonte në të pambrojtur e të paprekshëm. Në lokalin në Skënderaj, në të cilën është rrohur e përgjakur zëvendësministri në Ministrinë e Financave Hysni Mehani, njëkohësisht edhe kryetari i qendrës së vetëvendosjes atje, njëkohësisht edhe kandidat për deputet për legjislaturën e 11, ka kamera dhe ka shumë dëshmitar. Me çmora vesh 2 veta janë arrestuar. Për përshtypjen time, reagimi edhe i policisë dhe i prokurorisë ka qenë i vënuar. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur më pastaj në orët e pas mesnatës, por e di që reagimi është dashur të jetë shumë më i shpejtë. Ju e dini që aktivistët e vetëvendosjes për statuse në Facebook janë dënuar ka 1 vit e gjysmë burg. Ta shohim tash prokuroria për ata që marrin gotë edhe për gjakin zëvendësministra, çfarë dëshkimi do të kërkoj dhe çfarë dënimi do jap gjyqësori.